Pra, lëvizja vetëvendosje asnjëherë nuk ka qeverisur me komunën e Ferizajt. Unë konsideroj që është moment ideal që qytetarët të na japin neve mundësinë që të qeverisim në Ferizaj, ku modelet e mira që kemi nga niveli qendror, nga qeveria e Kurtit, të implementojmë edhe në nivelin lokal, për shkak se programi jonë ofron programe ose projekte që prekin shumë kategori të shoqërisë sonë, ku nga qeverisja aktuale që po përfundon tani nuk janë prekur dhe nuk është që ka pasur ndonjë fokus që të mbështeten këto kategori. Kështu që ne ofrojmë një program real, i menduar mirë edhe në aspektin financiar dhe që prekin fushat që kanë rrjedhur ose që janë prezentuar nga takimet me mira qytetarë që kemi takuar në fshatën qytet, dhe në bazë të kërkesave dhe problematikave që kanë adresuar qytetarët në takimet tona, ne e kemi hartuar një program që i përputhet 100% me kërkesat dhe nevojat e qytetarëve. Kështu që programi jonë është një program i bazuar në 2 shtylla kryesore, që është për një Ferizaj të jetueshëm dhe një Ferizaj që zhvillohet, dhe gjithashtu përmban edhe 3 projekte kapitale të vlerave të mëdha që janë shumë të nevojshme për qytetin dhe qytetarët, ku e para përfshin sigurimin e ujit pishëm për 24 orë, kemi projektin e dytë që është unaza e mesme dhe jashtme qytetit dhe kyçja në autostradën Arbën Xhaferi në fshatin Sazli, dhe treta është fillimi ngrohtores së qytetit dhe Ferizaj për herë të parë po fillon edhe ndërtimin e ngrohtores së qytetit që është më së e nevojshme për një qytet që po zhvillohet dhe po popullohet.